Për një fakt shumë interesant, siç ka qenë vizita e Trumpit në Kinë. Ishte një vizitë e cila u shtyr një muaj për shkak të luftës me Iranin. Meral, u përmend shumë kurthi të Turkididit. Çfarë është kjo? Atëherë me pak fjalë ta nisim pak përpara, presidenti i Kinës e përmendi e shtroi si pyetje deri diku hipotezë retorike, që nëse është mundur që Kina dhe Amerika t'i shpëtonin kurthit e Turkidit, e përmbledhur si teori do të thotë që kur një fuqi në ngritje kërcënon fuqinë ekzistuese, lufta mes tyre bëhet shumë e mundur. Dhe me pak fjalë, kjo nga shumë është interpretuar dhe si një lloj kërcënimi, sepse le të kuptoj që çfarë është gjatë po shihet tani duke parë dhe si vendet e BE-s, Kanadaja, Anglia që deri diku ishte një nga aleatët më stabil të Amerikës në BE, po i kthejnë syt nga Kina. Dhe ideja është këtu që kjo dinamik me pak fjalë tregon që Kina është në rritje dhe Amerika është në rënje. Dhe ti do e pranosh këtë. Kjo ishte pak a shumë e përmbledhur si koncept. Edhe si të duk ty si takim, të duk një takim midis barabartësh, të duk një se... Mendoj që nëse do flisnim për pozicionin që Amerika deshte ky takim të merrte para disa muajsh, duke marrë parasysh dinamikën e Venezuelës si shkoi, dinamikën e Iranit që nuk shkoi fiksja ta deshën. Shkoj qik fiksja ta zdeshën duk. Po, nuk shkoj fiks ashtu si pretendonin, po nëse do shkonte, do ishte takim midis shif çfarë bëj unë edhe ti domethënë duhet më respektosh mua si vend, se ti mund të jesh një fuqi ekonomike, siç është Kina, por fundi jam unë. Por, çfarë ndodhi, është pam një Trump shumë më modest edhe shumë më i jo aq dominanca që jemi mësuar ta shohim, mënyra që fliste, përmendi shumë terma shok, domethënë shok, bashkëpunim. Ta thash, gjua një personi që, se mos haro, ata dy janë dhe dy binjakë, janë dy lidera binjak, kështu që gjua mund shkonte edhe shumë keq mes tyre, por pam një dinamik ku ai Kinës ishte shumë më asert, shumë më institucional, po dhe pak më dominu. Dgjoj, këto se Trump është dhe lider shumë vizual, ka qef këto ceremonit, gjëra, ta presin, këto gjitha i kishte, domethënë respektin deri diku ai e kishte, dhe pse ai ja dhan shokun e parë në fakt, sepse nuk ishte aty ai, po ja nuk dhan ishte. shokun e parë. Dhe ca ofeshues të lartë nuk ishin aty, po prap, vizualja ishte estetikisht aty. Por vijimi e bisedës ishte shumë e qartë që Kina është do ketë vendin e vet dhe hapësirë. Ti do e respektosh hapësirën e Kinës në një botë që sot nuk është më unipolare, është multipolare. Sa do e thoj që i dhanë... Jo, tani jam... disi është problemi para shkuesime në Britani, në Angli, unë nuk e njifsha Kinën, nuk isha pikën e ide se që janë Kinez. Kinez, disha se që ishin ca gjonët vogle që ishin këne vërdalë. Dhe këshim përru në tima, këtë jo, butalli qenë këta, edhe ne këshim dhënë ca gjore. Ka që disha për Kinën. Kur e para që merdi për Kinën ishte ku fillova ushqimin kinez. Dhe ime shoqe, me një recetë, se ishte një supë që më pëlqente jashtë masa, i thash një gjë. Këtë supë më duan. Dashuria do rritet dy fish. Shumë e thjesht në të pame supa. Me misra ishte. 23 asortimente mrena. O burtha, do të me të bëne kalamon tjetër, se kjo s'bohet. Nuk ishte shumë e vështirë supa, valla. Hajde bëjmë kalamon tjetër. Po deshë, po kjo s'del. Që këtu kupto se me qëfar kombi, me qëfar kulture këtë bësh. Pastaj, kur nga dalë fillova duke studiu edhe atë budizmin pak,
pastaj më doli Konfuci, pastaj më doli ai tjetri që ka i Zaharova, i generali famshëm, Sun Tzu. dhe pastaj ku shkoja në restorant kinez, që natyrisht është numri 1. Jo, është numri 1. Dhe po nuk do flas për ushqimin sepse duhen 7 emisione të flas edhe filloj të më hongër tash. Po ajo që do thoja është i shifsha këto e ke parasysh kanë ca zbukurime ato. Dhe nuk desha me ofendu njerëz me thonë a e që nis do t'jate, është pamundur. Dhe që të kalojmë sot, aty bëhet fjalë për kulturë, janë 2 kultura që po luftojnë me njëra tjetër në këtë glob. Është një kulturë palaçoje që gjithkohon pavarësisht se ne jemi pjesë e kësaj kulture, tash ne jemi më palaço të kuptojmë sepse ato tulin poshtë e poshtë, të dhjesën dhe shkollën e gjitha, me heroje me çake, por duket që jena si gunga ku shkojmë përballë një filozofie. Dhe ajo që t'ja u bëjmë më të prekshme është kjo. Gjua e Trumpit, se si kalojnë atë gjuhë Trumpi, o shoku jem. Se u bëhë Trumpi si Berisha jonë, kjo shoku jem, kjo shoku maj mirë jemi. Ja bëde për atë... Këta kompë. Mo për Xinpinin. Sepse e para hongri shpull të jashtëzakonshme në Iran, dhe sa më shumë të vazhdojnë Iran, aq më keq do dali, dhe shkoj, si që tha dhe Merali, dhe kapi shumë bukur, shkoj nga një plan që kishin që do të shkonin t'i venin pikat mbi i Kinës, shkun, ana e hap qikat e, për hap me ishte, jo për kena harru qecin mren, hapi qikat e i gjinë e Hormuzit. Në kanë ngell qelësi aty. Biles ishte, sepse kjo është dhe karagjos, e du fort Trump, është shumë karagjos. E që më duket au si shoku im, po kështu nga ato të lagjës, që të knojq. A i kom shqet. Sinqerisht, është super djallë. Sa i tha i gjotë bukur. Një gjotë tha, se ne tha, e kemi bloku tha gjë në Hormuzit. Pas ta ju kujtu që një gjotë se u dush hape, dush thonë ati, që ata e kam bloku, po ne kemi bloku më kënej. Mrena se zdite kam nga truma. Dhe shoku i pa psikologjik ishte pikërisht në zbritje. Në zbritje ata i tregun që një gjë shoku, se do lesh non fare. And you don't have power, nuk ke më forca tek ne. Ja lan bosh. I vu një 2-3 kooperativista aty, dhe doli Trumpi shkret tak poshtë. Pastaj të nesme, do më thënë, i bon ceremoninë e famshme. A se pritën të shkallë të avionit Xinpini? Unë më thëmë, kisha asë Europë që njifte Kina. Asë Kina vetë si njifte ata. Ishte vetë për të arrujt. Dhe nga i pompozitetin, që në qofë se ke pasysh, që ta shpjegojmë më qartë, që Trumpi fillo batuta që në mojtë mojtë asaj t'ja bote Melanizaj, se s'kishte asë një se një gjote mojtë. Edhe, kështu që ju ullën puplat. Dhe gjatë kohës, nëse Xinpini, gjatë fjales me Trumpin, po prapë dha një mesazh të mrekullueshëm për botën. Le të bashkëpunojmë. Ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Dhe kemi nevojë. Pra, shmanga saj që biseduam me Meralin kurthit të Xhididit, ta nuk jemi. Eksaktësisht. Dhe ishte po ky që nxorri këtë, që tha një gjë se ju vini nga kjo kulturë. Vini nga kjo, jeni barbar. Po të njihni historinë tonë, është komplet ndryshme nga ju, ju jeni mësuar me djeg. T'ja nxini tyre që duhet me bashkëpunu. Bravo, ju jeni mësuar me djeg gjona vlla. Me i kthy mrapsh. E kena hongër dhe ne, për 200 vjetë. Kurse qëfar, po them, qëfar ka nevoj civilizimi, qëfar ka nevoj fëmijët e ju, që përna vini kena, qëfar ka nevoj fëmijët e ju, ka nevoj për një bashkëpunim. Ka nevoj për një pace, dhe ajo fjala pace do të thotë bashkëpunim, pa këto, sepse kudo që po shko Amerika, që ke ne, që ke zgjedhjet që u pa,